Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materiale në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin OI, 27 vjeç, banues në Vlorë, pasi gjatë kontrollit të ushtruar ndaj këtij shtetasi u gjet dhe u sekuestrua një pistolet sportive. Shpallën në kërkim shtetasin ST, 27 vjeç, banues në Norvegji, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim shtetasi AD, 45 vjeç, se ky shtetas i ka shkatruar banesën të cilën e kishte marrë me qera në fshatin Risili, Vlorë, duke i shkaktuar dëmtime. Po këta specialistë referuan materiale për vlerësim, pasi më datë 5 janar 2026 në fshatin Babicë Vogël janë konfliktuar me fjalë për motive të dobta shtetasi KÇ, 54 vjeç dhe AS, 32 vjeç, banues në Vlorë. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Antë arrestuan shtetasin PS, 28 vjeç, banues në Ksamil, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj motrës së tij. Po këta specialistë referuan materiale për vlerësimin pasi më datë 4 janar 2026 dyshohet se është rrëzuar nga balkoni kati të tretë të banesës së saj shtetasja SD, 84 vjeçe, banuese në Sarandë, e cila ndërroi jetë në spital për shkak të dëmtimeve të marra. Materialet i referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.